Jo, nuk e kam ditë që është nevoja kaq e madhe. Jam ftuar fillimisht për Gërminit, i kam trajnuar mësimdhënësin në Gjilan për nevojat e veçanta, metodat e punës. Aty e kam kuptuar nevojën e madhe dhe kam themelu organizatën Ura e Leximit dhe Reading Bridge. Përmes kësaj organizate, po shpresoj me ardhë mi vlerësu të gjithë fëmijët në Kosovë. Është edhe profesorisha ime që është Head of Department UCL-it, ajo është e gatshme, ka shpreh dëshirën me ardhë dhe ajo, po shpresoj që pas të fillohet qeveria e re të bashkëpunoj dhe të vlerësojmë që të gjithë fëmijët në Kosovë. Pastaj pjesa tjetër është trajnimi i mësimdhënësve dhe dëshira ime e madhe është me bo avokim. Ndoshta kjo është ekspertiza ime në drejtat e njerëzit, mirë po mendoj që është e nevojshme këta fëmijë më mbrojtë, se kjo është një vështirësi, disability që nuk duket, që nuk vrehen, edhe shumica prindërve, mësimdhënësve mendojnë që fëmia është dembel. E kam pas një rast së fundi që shkolla ka menduar që fëmia është dembel, po ai faktikisht ka disleksin. Dhe kjo nuk vrehet, mirë po është çrregullim dhe kjo është e lindur. E përcjell gjithmonë fëmijën, po me metodat të përshtatshme, fëmia mund të arrijë sukses. Përndryshe, nëse nuk i jepet mundësia me punu me atë fëmijë në mënyra të veçanta, suksesi mund ka me mungu, edhe fëmia nuk përparon, edhe nuk është vetëm që nuk ka me pas mundësi me lexu apo akademikisht me mri, po indikon në mirëqenjen, vetë vlerësimin edhe shëndetin mental. Së pari do të filloj me vlerësimin e fëmijëve, si thashta më herët, pastaj trajnimin e mësuesve, metodat e punës janë të veçanta, për shembull, do të fëmijës mi dhon kohë sa me punu, me kuptu fëmijën që se disa fëmijë nuk do me thonë të gjithë fëmijët me pas disleksinë, ka vështirësi në shkrim e lexim, po ai fëmijë ndoshta ka probleme tjera, mund me pas ndonjë sfidë tjetër, mund me qenë me autizëm, apo ndoshta ka probleme ndëgjim, apo me të pamurit, apo ka vonesë të vonshme të gjuhës. Janë disa tjera situata, mirë po nëse bëhet vlerësimi me kohë, është shumë e rëndësishme vlerësimi me kohë. Vret fëmia, për shembull, kur ti bën 2-3 vjet, fillon në çerdha, po edhe në shtëpi, prind mund me vretën si thot fjalë mirë, nuk i shqipton fjalë mirë, pastaj vjershat ka probleme i majt mend, nuk mund mi mësu vjershat përmendsh. Në këto situata fëmia përcjellet. Nuk dihet saktësisht, nuk është e sigurt që e ka disleksin, mirë po duhet më përcjell, nëse e shef fëmijën që po nuk po përpara me shok apo me shoqe, duhet me përcjell.